Zëvendës Ministri i Arsimit dhe Shkencës Lulzim Aliu zhvilloi sot një vizitë pune në shkollën fillore Sande Shterioski në qytetin e Kërçovës, ku prit nga drejtori i shkollës Bekim Jusufi dhe nga stafi pedagogjik. Gjatë vizitës, zëvendës Ministri Aliu njoh nga afër me ecurinë e punimeve për ndërtimin e objektit shtesë pranë kësaj shkolle, si dhe për projektin për renovimin e palestrës së kësaj shkolle. Ai theksoi se qëllimi i vizitës ishte identifikimi i nevojave të shkollës dhe diskutimi për përmirësimin e kushteve të përgjithshme në këtë shkollë. Po, sot jam këtu në shkollën fillore të Sande Shterioski në Kërçov, pra në objektin qendror, me që Ministria e Arsimit për disa vite me radhë, pra ka parapar në programin e saj rindërtimin e pjesës shtesë të shkollës si nevojë imediate e kësaj shkolle për shkak numrit madh të nxënësve që ka në qytetin e Kërçovës, dhe besoj që me këtë do t'i lehtësohet organizimi i mësimit dhe do të rritet edhe cilësia. Jam pra këtu për parë se deri ku janë zhvilluar punimet dhe në qoftë se do të mund të angazhohemi bashkërisht edhe drejtori edhe ne si ministri edhe çdo institucion tjetër që është i kyçur brenda sistemit arsimor, që në vitin e ardhshëm shkollor të mund të jetë i gatshëm dhe nxënësit të vazhdojnë këtu me mësimet. Ashtu siç folëm edhe me drejtorin e shkollës, ideja është që prej vitit të ardhshëm shkollor edhe te kjo shkollë të mund të realizohet mësim me qëndrim tërditor për fëmijët e nxënësve të klasave të ulta. Gjithashtu, qëllimi i vizitës ishte edhe futja e kësaj shkolle në projekt për finansimin e rikonstruimit të sallës së sportit. E dim që salla e sportit është ndërtuar shumë herët, atëherë kur është ndërtuar edhe objekti i vjetër i kësaj shkolle dhe kishte nevojë që të rikonstruohet. Pra që të mund të zhvillojnë orët e arsimit fizik dhe shëndetësor dhe që të mund t'ju krijojnë kushte sa më të mira në realizimin e aktiviteteve sportive. Gjithashtu mund ta potencoj se është pjesë e programës që finanson, që është kredi dhe grant nga Këshilli i Evropës, ku për vitin 2025 janë parapat të rikonstruohen 15 salla sporti, në mesin e cilave janë edhe 7 shkolla ku realizohet mësim në gjuhën shqipe dhe njëra prej tyre është pikërisht edhe shkolla Sande Shterioski. Pra, ishin këto disa nga qëllimet për cilën ne jemi sot këtu, por sigurisht edhe për të biseduar edhe për nevojat, kërkesat dhe sfidat me cilat përballet drejtori i shkollës Sande Shterioski. Këta projekte janë komplet të financuar nga Ministri i Arsimit? Po, edhe pjesa e rindërtimit e shtojcës që 9 klasë do të adaptohen dhe mendoj janë ndërtuar dhe tani janë fazë përfundimtare, por edhe rikonstruimi i sallës së sportit, ju mund këtë ta vëreni tek buxhetet të cilat janë ndarë nga Ministria e Arsimit, janë fonde që janë shumë vjeçare ose investime shumë vjeçare dhe po ta shihni edhe rikonstruimin do të shihni buxhetin e 2025-s, 24-s, 2023-shit që Ministria i ka ndarë mjetet për rindërtimin, gjithashtu edhe në buxhetin e 2025-s do të shihni dikun 17 milion denar që janë ndarë për rikonstruimin e sallës së sportit. Kuptohet që ingerencat për aspektin infrastrukturor janë të komunës, por buxhetit dhe fondit janë të ministrisë që i përcillen komunës dhe komuna pastaj do të menaxhojë dhe të realizohen projektet e parapara. Nga ana e tij, drejtori Bekim Jusufi falenderoi zëvendës ministrin për interesimin dhe mbështetjen, duke theksuar se ndërtimi i objektit të ri do të krijojë hapësira për një qëndrim ditor brenda shkollës, si dhe do të përmirësojë dukshëm mbarvajtjen e procesit edukativ arsimor. E falenderoj për praninë në ambientet e shkollës sonë, ministrin. Kjo është një dëshmi për të ardhmen e fëmijëve tanë, për arsimin, dhe kjo tregon qartë bashkëpunimin mes ministrisë, neve si institucion edhe komunës. Me një ndërrim duhet e vështirë, por për sa i përket asaj se do na lehtësojë në menaxhimin e sistematizimit të paraleleve, kjo është e dukshme. Do të thonë prioritet ne kemi vendosur, siç tha ministri, qëndrimit ditor, edhe prioritet tjetër është mësimi kabinetik. Shpresoj se kjo do të rrisë edhe cilësinë në mbarvajtjen e procesit edukativ arsimor.